Yjet e Big Brother vijojnë të mbushin rrjetet sociale dhe të furnizojnë emisionet me zhvillime, edhe pse paksa janë të heshtur dhe nuk po ngacmojnë shumë, por mjaftojnë pak lajme për të bërë një troç me redin. Yjet apo fenomenet vijojnë të jenë gjesti, egli, tek tuk edhe ndonjë banor tjetër, e duke qenë tek çifti që për disa janë çift, për disa janë ndarë, për disa nuk kanë qenë kurrë bashkë, por që të vërtetën e din vetëm ata të dy dhe do ta mësojmë nesër mbrëma kur egli do të jetë tek goca dhe gra, nëse do të tregoj diçka ose jo, por do të mbes tek gjesti dhe tek egli. Gjesti ka publikuar këngën e tij më të re, e cila është kthyer hit pasi e ka ndarë një copës nga kënga ditët e fundit. Por ajo që po bëhet lajm është që gjesti pas ka humbur 2000 ndjekës. E çka janë 2000 ndjekës me 600 e ca mijë ndjekës që ai ka, po thjesht disa media ose disa gazetarë dashakeqësh e kanë dhënë si informacion, por për mua nuk është asnjë vlerë e konsiderueshme për t'u treguar. Nga ana tjetër, egli ka pasur një rritje të pakët por të mjaftueshme me mbi 1000 ndjekës që pas lancimit të këngës jetë, e cila duhet të thonë që ka pushtuar, çdo media është komentuar kudo, por nga ana tjetër është pëlqyer masivisht, jo vetëm nga fakti i fabulës që trajtohet në këtë këngë, por po pëlqet më së shumti dhe zëri melodioz, një zë i ëmbël, një zë i dal nga shpirti, një teksti që ajo e ka përjetuar në kurriz gjatë përjetimit në Big Brother. Nga ana tjetër, këngë ka nxjerrë dhe Jozi, dhimbje, këndon Jozi këtë herë, dhe jo premtime si herën e shkuar kur doli nga shtëpia e Big Brotherit, një këngë të arreshme, ku se tani në një balad të ftohtë të akull dimri, edhe pse temperaturat janë zjarr dhe po dëgjojmë vetëm këngë festive dhe këngë argëtuese, Jozi ka lançuar këngën e tij të parë që pas daljes nga Big Brotheri dhe që pas skenës që është dënuar nga të gjithë me gjestin. Ai këndon dhimbje, se i këndon një plagë, i këndon një dashurie që nuk e ka marrë, i këndon një premtimi të thyer, disa po e lidhin që është një dedikim për Lorin dhe për ndarjen që ata kanë, për disa kjo është një këngë që thuhet që Jozi ka krijuar që brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe tashmë gjeti mundësinë për ta lançuar. E vërteta është që Jozi ka hequr Loredanën nga follow në Instagram, Instagrami mbetet një mjet për të parë se si janë vipatan, ndërkohë nga ana tjetër Lori ende nuk e ka shpërndar apo nuk i ka dhënë suport Jozit për këtë projekt të ri. Mbetet për të parë se çfarë do të kemi në vijim nga këta të dy, pasi që pas daljes nga Big Brotheri kanë qenë një heshtje dhe nuk kanë treguar janë apo nuk janë bashkë.